Autori Gramsciut Bashkim Koçi promovoi 2 librat e tij më të ri, Dokumente dhe ngjarje në historinë e Gramsci dhe Gramsci në regjistrimin austro-hungares të vitit 1918, botime që hedhin drejt mbi historinë dhe formimin e qytetit. Sipas autorit, materialet janë marrë për herë të parë nga arkivat e Stambollit, duke zbardhur detaje dhe fakte të rëndësishme historike, si dhe duke sjellë informacion mbi drejtuesit e parë dhe familjet e hershme të Gramscit. Koçi u shpreh se këto botime synojnë të shërbejnë brezit të ri dhe studiuesve. Sot organizohen shoqata adhedhare kulturore Gramsci në bashkëpunim me Bashkinë, promovimin e 2 librave që kanë bërë. Regjistrimi austro-hungares i vitit 1918, Gramsci, dhe dokumenta dhe ngjarje për historinë e Gramscit. Janë dokumenta që botohen shumica për herë të parë, kanë bëjnë me përkthime nga arkivi i Stambollit, Osmani Stambollit, që hedhin dritë mbi krimin me Gramscin, me historinë e Gramscit, me përbërjen, me strukturën, me familjet, që i kanë munguar efektivisht publikut, nuk kanë qenë njohur deri tani. Një vend rëndësishëm zënë përpjekjet e gramsciakëve për arsim, përpjekjet marrjen pjesë në të gjitha ngjarjet historike që janë zhvilluar në vendin tonë. Një vend rëndësishëm zbardhet edhe qenia e Ismail Gjemalit, deputeti i parë i Gramscit në vitin 1912. Zbardhet momenti kur është krijuar për herë të parë identiteti Gramsci në vitin 1886. Takimin e përshëndetën kryetari i shoqatës AK Gramsci Marenglen Kasmi dhe kryetari i bashkisë Besian Ayazi. Sot është një ditë e veçantë për qytetin tonë. Jemi mbledhur së bashku për përulluar 2 libra të rinj që i kushtojnë Gramscit, kushtojnë historisë të tij, kujtesës, shpirtit të këtij qyteti që të gjithë ne e duam. 2 librat që promovojmë sot janë pikërisht në këtë linjë. Ato mbështeten në dokumente arkivore dhe sjellin të dhëna të verifikueshme që kontribuojnë në ndryshimin e historisë Gramsci. Në të njëjtën kohë, për ne është i rëndësishëm bashkëpunimi me institucionet vendore dhe me çdo nismë që i shërben jetës kulturore të këtij qyteti. Aktiviteti u shoqërua edhe me një program të shkurtër artistik nga grupi i Fyellit dhe këngëtar pjesëmarrës.